Rreth 900 persona, kryesisht gra, përgjatë vitit 2025 kanë kryer ekzaminime të matjes koskore pranë Poliklinikës së qytetit të Shkodrës. 80% e tyre kanë rezultuar me osteoporozë. Mjeku reumatolog Fred Boci tregon se gratë janë më të prekura kryesisht pas moshës 45 vjeç. Osteoporoza presupozon smundjen e kockës në dupsinë e saj, një smundje e ardhur në mënyrë të heshtër, prek më tepër moshën mbi 45 vjeçare, tek femrat mashkull sa tek meshkujt, tek grup popullar që ka dhe smundje bashkëshoqëruese, të cilat në mënyrë indirekte dobësojnë forcinë e kockës. Të gjithë individet mbi 45 vjeç, kryesisht gratë në menopauzë dhe ata të cilët kanë një faktor risku, duhet të bëjnë matjen e densitetit kockor, ndërsa parandalimi më i mirë është ushqyerja e shëndetshme dhe aktiviteti fizik. Me rritjen e ekzaminimeve përkatëse, ne e kemi sot më të thjeshtë për të bërë një lloj depistimi të popullatës. Këshillohet një jetë sa më shëndetshme përkundrejt ushqyerjeve me materiale ngulqëror që në mënyrë natyrale kocka ushqehet, siç është qumshti, kosi, djathi, gjiza, produkte që sikur lehen pak në distancë nga konsumi për moshat e reja. Dita botërore e osteoporozës shërben si një fushatë sensibilizuese mbarkombëtare, e cila ka për qëllim të rrisë informacionin dhe ndërgjegjësimin për parandalimin, diagnozën e hershme dhe trajtimin e osteoporozës.